aspektin teknologjik jam atë avancum. Pra, nuk ka nevojë me prit një punë dhënë, s'muj me kriju punën vetë në aspektin e marketingu digital apo bizneseve online të cilat ata i bojnë, apo dhe temat të cilat i kanë praktiku me viti, i kanë marrë hapat, si për shembull në aspektin e barazisë gjinore, pastaj të aspekti i shëndetit mendor, flasin haptas për shëndetin mendor, për stresin, për ankthën, për depresionin, nështë që gjeneratat e kalume e kanë pas shumë ma vështirë mu qas, apo me folë me familjarët, apo me shoqërinë, apo me të tjerë për këto problemet e cilat ata i kanë pas nështë çdo ditë, apo me pjesën e bullizimit, se dorën zemër këtë njëtën tonë kemi pas bullizim, po nuk e kena pas nështë guxime për para me marë hapet dhe me të regu që po bullizomi në shkolla, apo në aspektet e tjera. Janë ma kreativ, janë ma inovativ, saj për këtë pjesës teknologjike, po i kanë edhe do të meta apo jo anë të mira pozitive, sepse kanë shumë varshmëri ndaj pjesës teknologjike. Shumica nuk i shfrytëzojnë atë sa duhet, siç për shembull pjesën e TikTokut, nuk e shfrytëzojnë në mënyrën e drejtë apo mënyrën e duhur, e shfrytëzojnë më shumë ndoshta për me arrit një famë momentale apo një aspekt momental që ndoshta mund të mushu brenda natës. Ma mirë është me hapa ma të sigurt, edhe nësa ajo aspekti financiar vjen me hapa ma të sigurt, ma mirë është me hapa të sigurt nga dalshëm, edhe arrin aspektin financiar ka dalje. Por që kanë tjetër, e kanë, unë e thëmë me shpirtin fët, durimet e kanë majët hunës, nuk janë shumë të rushëm, ose në aspektin e punës, mja u prish pak punë dhënë, se talon punën me njëherë, nëse këshyrëm këtë aspekt, është mirë se na generata pak me vjetër, së njëm bashkë aty në kufi, kena duru, se nuk u kanë letë për para me gjetë një punë, këtë duru nështë ta për mindimu familjes, jetut, nështë ta që njësër punë dhënë, që mundet mos me qini knaqëm me rezultatën që ti pe ofrën, e këta nuk e kanë fare problem, nështë ta momentit që i thot shefi se ke bo performancën e duhur, e din që a e ka një bagazh, i ka aset, e thot falimderit ditën e mirë, se aprish kërkushtimin e duhanit edhe ta lëm punën. Prandaj kemi si tem, a është brezi më i lirë në historia, po më i humbur një farë mënyrë, sepse në momentin kur ndron një punë, 2 punë, 3 punë, krijohet jo stabilitet. Krijohet jo stabilitet. Problem me kriju identitetin tënd. Por edhe te mendimi kritik nuk e ka mendimin kritik shumë të zhvillum. Jam mësu gjithçka në mënyrë virtuale, bisedat, komunikimet siç e ceket edhe detet e ndryshme, ndoshta i bojnë nëpërmjet rrjeteve sociale, ju mungon edhe mendimi analitik, mënyra të shprehjes. Unë përpara kam marrë pjesë në shumë në organizata jo qeveritare, na kena nga dhe për një certifikat, për një mirënjohje që ajo mirënjohje me na shërbyn pjesën e civis, sot kërkosh hapin nuk e qet pa e pas të pak një interes apo një aspekt në financiar. Kështu që pak janë të... Okej, faleminderit shumë. Mirë ma përkrovë. Monik, si i sheti këtë gjenerat? Nga vrojtimi, nga sjellja jote, a janë ma të lirë në gjithë shka? Që të shprehen, të jetojnë, të kërkojnë, të alën punën, të nisin punën e re, të refuzojnë gjana me rëndësi, të nisin gjana të reja, pra të gjitha këto, apo kanë hub një farë bote virtuale kështu? Qëre, une si personalitet gjithmonë flas për vetës, për përvoja, qëtë karakter që e kom kriju, qëtë pjekuri, qatë sa din, qëto 40 vjetë. Edhe une muj me botë, do me thonë, dalime mes brezit tem, brezit nanës tem, dhe brezit sodit, sepse e kom një fmit këti brezi. Jom një nane qësoj generate para përsesh, 8 e gjys. 8 e gjys, jo ti bjen që e kite generata alfa kjo është. Hala mazia. Zdi që të jo mazi, jo. Nuk po temi zi e bardhë, po karakteristikat i kanë. Lezet shmërin që qeshi edhe me vetën edhe i bajtjert. Unë po flasë për veti, do me thonë, po gjithashtu duke më se kritikuas një generat, sepse s'ka faj kërkush. Gjdo brez e ka kohën e vetë. Gjdo generat e ka epokën e vetë. Tash, për shembull, edhe të mirat edhe të këqijat, i ka gjdo generat. Tash, unë kohën time, për shembull, kom pas një nanë që i ka kry 2 fakultete, një Shqipëslavi. E unë si një fëmijë saj, normal që ma ndryshe jom rritë, sepse me një gru që ka kry fakultet. E nanën teme kanë gjyku brezi i ma i vjetër se nana jam, për shembull. Mas nej unë fillova me këndu, dhe mund ka gjyku brezi i që aty dikon pak ma të najsion. Më thënë, gjithmonë, ekzistojnë gjykimet, paragjykimet, kritikat, po unë mendoj që ma e mirë është, për shembull, brezi jem, me brezin e vajzës tem, me kriju një balans, mendimesh, dhe për mos me thonë që janë të humbur, se s'muj me thonë që janë të humbur, për mos me hub si, do të faktikisht me gjetë një barazi, një balans që bilet pak të në gjëmë kryesore njëtë mos me hub, e cila është tradita, kultura, edukata, integriteti, digniteti. Njerëzillëku, humanizmi. Qëto gjona, na e kemi si sfidën njëtë me bashkëpunu me rinin që mos me i hupë. Se na do të mi kuptu ata. Si qësh
neve na ka kuptu për shembull brezi pak më i vjetër. Gjithmonë nuk duhet domethënë me gjiku asnjë brez. Unë mendoj që ashtu. Se po çka janë të metat e këtij brezi, domethënë është që kjo varësia e rrjeteve sociale, teknologjia, tash po dihet që kjo është koha, edhe na po duhet mu përshtatun tek tash kon fillu me punu online që e përmeni zotnia, edhe pja shohajrin. Shumë ma shumë se mundin që e ku mjep fizikisht, psikikisht, energji, me orare, me bla bla bla, apo kuptan. Janë do gjana që dikur e kupton që edhe përfitimet janë pse jo, të mira. Po jo duke humbur identitetin, knacin, pasionin, që e cejke në fillim. S'ka nevoj me hub qatë dashuri për një profesion, veç pëse s'po paguo shumë. Gjeje një balancë. Jo, parja është me rëndësi, Gjeni pasioni... balans. Mas ne, kur është parja me rëndësi, pastaj po hup gjëja më kryesore, cila është koha, mi u kushtu familjes tane të janë nisë, pastaj po hup komunikimi, me po Goldin, që se ku po që sovjet, po e shon rrjetet sociale, e sho tu kënu në Varshav, vëllau që asë një shqiptar, ka shqiptar në Varshav, ti kënan, e sho për shemë vëllaun tem, që 5 vjet në Viber e WhatsApp, am ka marrë malli për vëllau, po du me dek për to, sytë mu kanë qëru, që to jënë gjonat që tani po hupin po vlerat e qëtën e gjona. Edhe? Ti po thu po hupi, po gjenerata zë faktikisht po e shijon kështu po e... Mendojnë që po e shijojnë, sepse qatë punën Na po që mendojmë se ata se shijojnë e nështë. len aj, ose ajo. Qatë punën që për zdyti pelen prap, për streti pelen prap, na kemi duru, na jemi konë shumë sabërli si gjeneratë. Sabërli. Dhe me ko kemi mri, me ko. E kemi ditë që duhet me kalu në për një rrugë të vështirë. Sfidash, dështimesh, rëzosh, qosh. E që ke gjeneratë stash, jënë bo të paprekshëm. Dhe më thonë, kitë kena pas bullizime edhe në kohën tonë, sot e kanë marrë bullizimin ku në mali vritit tavolinën vjen qika e, po që ko lidhje në onë, këtheja dhe ti. A më këtën? Shkon, Mali vritit tavolinë. Mas ne, se unë e flasë që shtu gra, si ju. Apo kuptan. Edhe, me shemboj, edhe vjen puna, mas ne, vojza jam më qonë ditë për ditë. A është vojza Monikës mëre? është me salzi saliut. Merë zemër, merë gudzim. Po, së në gjykon, se është që kjo ko. Tash, që kjo është? Unë s'muj vajzës tem, mi thot, më shoja dhe ti, ktheja dhe ti, ose bulizo dhe ti. Jo, për kundrazi. Do të me fol. Për që ato po thëmë, na, brezi jonë, meri një në sotit, do të me pos bashkunim, edhe jo mi gjyku e mi para gjyku, po mi mbrojt, mi këshilu, e jo mi kritiku. Okej, faleminderit shumë. Goldi, ma i lirë një histori, ma i humbur. Cili është reflektimi jytë në këtë rast? Nga ajo që jeton çdo ditë, që shet çdo ditë? Po, gjenerata e jeme, gjenerata e jonë është pëse në përgjithësi është gjenerat që jena knaq me pak. Jena gëzu me pak, jena konë kena pas marrë ma shumë. Po të në kena thonë mos të zbonë, mos të ajedë, më thonë, kjo është edhe si rjedhoj edhe edukimi që nga ka dhonë prind, që përmeni Monika të shkollum që kena pas me ere që neve nga ka marrë, për shumë me bu diçka që nga ka marrë për mësusit ose për arsimtarit, edhe qëtunën e dilën e se nga ka pas, e jo nëse nga ka pas në shkollë. Po. Dhe me thonë, tash nuk ka marrë asë klasë. Disa rafte, nashta jo krej. Dhe me thonë, është në ndrim gjeneratë, nashta edhe është një lirije tepërt, që i pët fëmijës, dhe me thonë që ajtë se me bod diçka të vjen baba, aty të kallën qka që i tek, dhe me thonë, na këto se kena pas. Kështu që kjo gjeneratë e telefonave të tash, me thonë, është koha tyne. Unë jëm i lumëtur që e kom përjetu edhe një kohë, nashta kur s'kena pas. Një kohë kur telefon shpit kom pas veçone, kanë orë me folë në telefon shpiton, edhe do të migjes, do t'jem migjes, si ka të migjes, me folë në familjar jashtë, me thonë në konë që e ku. Po tash e kom rride këtë telefon. Kur isha i vogël, isha parandot me qëto që jam të folë me mujtë me pa, që tash e shef. E shef. Si i vogël kom menu, parandot që ashtu kom menu, isha parandot që po folë me mujtë me pa. Tash e shef. Tash nuk ka kur që interesant. Mja këthy telefonat e shpis, nuk ka më në e farë lezez, besoj që ka më dikush përveç në institucion. Kupton, kështu që gjeneratat e reja që ka e në tash, dhe më thonë, kjo gjeneratat që nga të folë, në shtatë fajtori mund më konë edhe, na mund më konë një pjesë e fajt ata, për arsye që... Nuk di fajtor, po shiko, se si ne si ata po do të mu përbal me rrethana të reja, me me rrethana të reja, se... risi teknologjike edhe tjetës. Vërtet është, se tash një 24 vjeqare ki problem me adhon një punë me punu, që përdo e lenë për 2-3 ditë, e ti 24 vjeqare ki dëshmor Luan Haradinën. Oke, ka qenë brez krejtësisht tjetër. Po, brez tjetër, ama 24 vjetë, edhe 24 vjetë një e i sotit. Ki pas 43 vjeqarë, një 3-4 vjetë ma i madhë se onë në kohën Adem Jashari, kur ka ndru jetë.
Më kupton? Kështu që ata kanë pas barë përgjithësi edhe janë ndokë edhe ma të vjetër janë kone, se dhe më thonë hekat i kanë pas ma të moja. Tash, dhe më thonë gjeneratat e reja pak e shumë heka nashta ka dikush, ama në përgjithësi, se na nashta jetojmë në Prishtina, nuk i shohme nashta shumë njerëz që ka heken në rrethit Kosovës. Unë për veti mundona edhe fëmijët e mi, me i eduku qashtë sa muj, me një frym që ata më rrit me ditë që njëtë ka qka mos. Edhe për i qerdhave, kopshteve private i kom hek. I kom blonë, më thonë, në kopsht shtetit, për arsye me ditë që njëtë ka edhe të pasër, edhe të varfër, ka edhe jetem, ka edhe këqi ka të natë mirat. Jeta ka qka mos, jeta nuk ka veç njërës pasër. S'kom qef me rrit me luk, s'kom qef qka do që lypa i mja ble, qka do që ose me bu me kusht, atë helpën e tonë të ble, ose a gjithmonë e për kushtin në to. Që du të me ditë që jeta qëtë para veti qka më. Edhe e kanë moshën që dhe më thonë nëse denjë 7 vjetë nuk e formon atë tipin e fëmijë që kime bu ma vu me të. Lejtë aty në telefon, dhe më thonë patar një moment që fëmija, dhe më thonë nuk e qilë gojen, pa ja qilë shu telefonin. Me telefon, me hangër buk. Po, me hangër buk. Po, edhe dhe më thonë, është për fatkeq, e shumë, qka do që po thonë, mëne është diçka që vërtetohet edhe me sitona për restoranet ndryshme. Këtë që kone e ki një fëmijë të vogël me iPad, e ti e thu, qa bënë haqet, vitë këshyri, dhe më thonë nuk është që të folë, edhe për fëmijëve të me bunit, dhe në qytë, me vë cake, anë edhe dikur të ma vonë të cake, dhe më thonë është kitë, dhe më thonë kitë procesi është që telefoni nga dalësan. Që që ata s'kan faj? Ata nuk kanë faj, fajet e na, unë ja ku me këtë telefonat, po, televizor, I kema të vogël, me gjitha të nuk janë generata X, që kjo farë generata Z, nuk janë generata Z. Tash po më intereson këta të rritë që ishe. Motra jam është moshatore, po më me bodalim. Si të duken, kur bashkëpunon, raporti me paran, me identitetin e tyne, që me i qëndru një pune, ose me i qëndru një profesionit. Unë e kumë punu 15 vjetë fjerë kryqë në gazetë. 10 vjetë me një, 15 me një. Rogën e kumë pasë qash mi të regu është hajgare. Sa? Qash 180 euro. Me euro ka që, 180 euro. Me punu fjallë kryqë, dhe jemi të punu. Një muj. Ratë ku